Në qytetin e Dimalit është mbajtur ceremonia për kujtimit të 4 efektivëve të policisë të vrarë më 17 qershor të vitit 1997. Në praninë e familjarëve e drejtuesve të policisë së Beratit dhe përfaqësuesve të pushtetit vendor, u vendosën buqeta dhe kurora me lule për të kujtuar Arjan Shemunin, Miltiad Koçon, Aslan Selamaj dhe Ilia Banaj, të cilët humbën jetën pas një përplasje të armatosur me bandat kriminale dhe u dogjën brenda autoblindës së policisë. Në fjalën e tij, zëvendës drejtori i DVP Berat Luan Mema u shpreh se sakrifica e tyre është një simbol i guximit dhe përkushtimit për ruajtjen e rendit dhe sigurisë. 10 qershor të vitit 1997, me dore ertë kriminale, u vranë 4 punonjës policie, të cilët sot policia e shtetit në bashkëpunim me familjarët dhe bashkinë Dimal organizojnë një ceremoni në nderin tyre për kujtimin e tyre, cili dhanë kontribute dhe është një shembull frymëzimi për gjithë policinë e shtetit. Ngjarja e rëndë e vitit 1997, ku mbeten të plagosur dhe 6 efektiv të tjerë, është një prej simboleve më të dhimbshme të sakrificës së policisë së shtetit në vitet e trazirave. Vinë Berati Fatosnan, kishë bërë një meeting dhe këta po e shoqëronin deri në poshtë. Edhe po kalon me blind. Këtu ishte Musa Protodori, kishte ata kriminalët aty, edhe pritë me predh. Predh e parë edhe goditi tanku më përpara, edhe mori flak. Nuk arriti dot të dilin. Ai shoferi tankut e kam në fshatin tim, me zor doli në tanku dhe iku me vrap gjysho male. Ishte edhe qatë dhje policë, po këta i ke brenda nuk kishim mundësi të dilin, u dolin. Ne s'kishim çfarë të bënim. Përplasja midis bandës së Musa Protoduari dhe autokolonës së policisë nisi rreth orës 11:50 të datës 17 qershor 1997, pas një mitingu elektoral të zhvilluar në Berat nga ana e Fatos Nanos, ish kryetari i Partisë Socialiste ASOKO i shoqëruar nga Skënder Gjinushi. Po atë ditë në komunën e Poshnjës, Partia Demokratike kishte zhvilluar një miting elektoral ku të pranishëm ishte Indjeri Azem Hajdari dhe Genc Polo, të cilët ishin larguar disa minuta përpara se autokolona e Nanos të kalonte në Dimal ASOKO me emrin Ura Vajgurore. Sapo kanë parë autokolonën ushtarët e Musa Protoduarit, kanë hapur zjarr duke goditur mjetin e blinduar me një predh antitank në pjesën e përparme të tij, duke shpërthyer në flak, ndërsa në brendësi të mjetit ndodheshin Milto Koçi, Aslan Selamaj, Ilia Bano dhe Arjan Shemuni, të cilët humbën jetën pa pasur mundësi të dalin nga mjeti i blinduar, ndërsa u plagosën dhe 6 policë, të cilët u transportuan me helikopter drejt Tiranës.